Salam alaikum hoxh. Në sa vjeç duhet me vendos mbulesën Zotit shpërbleft? Aleikum salam rahmatullah, amin, Allahu të shpërbleft edhe ty. Mbulesa është obligim për femrën muslimane prej momentit që ajo hyn në moshën e pubertetit. Prej asaj kohe duhet me vendos mbulesën. Kurse një femër e cila nuk ka qenë muslimane, në momentin që bjen shahadet, bëhet muslimane, duhet në atë moment të vendos mbulesën. Para moshës pubertetit nuk është obligim mbulesa, por nëse e bën vajza nuk ka problem. Edhe pse unë këshilloj që shumë e vogël mos me vendos. Tash nuk kam dëshirë që dikush me komentua dhe me thonë qëre kjo që po flet që e ka kundër mbulesës. Jo, nuk jam kundër mbulesës, por jam kundër çdo ngutije edhe çdo veprimi të pa kohë. Se sikur të ishte obligim, Allahu do ta kishte bërë obligim. Para asaj moshe. Mosha e vogël klas 3, 4, 5, pak është e vogël. Në momentin që hyn në pubertet, elhamdulillah, është e mjaftueshme. Nëse vendos tash më herët, nuk ka problem. Me mirë kuptim, me këshillim të prindërve, por ty para thona duhet pak me pas kujdes, jo shumë e vogël, sikur se shohim neve, po flas për vendet tona, sepse aty ku feja kalon tolerim, unë këshilloj që mos më shtrëngu. Aty ku feja kalon tolerim. E dini se hadithin e Aishës që shënon Imam Buhariu, pejgamberin alayhi salatu wasalam sa herë Zoti kalon mes dy hallalleve, e ka zgjedh ato më të lehtën. Prandaj përderisa vajza nuk është në pubertet, nuk ka nevojë me shtrëngu meselen, edhe me detyru, por ka daldale, normal me detyru kur zban edhe masi ty në pubertet, por ka daldale me bind që tamam e kur bate pjekur me vendos. Me iman, me bindje të Allahu që me fitu edhe sevap. Allahu ju rujtë.